Shembulli më i freskët të hipokrizisë është provimi i jurisprudencës, që është kusht për të bërë avokat, gjyqtar apo prokuror. Ky provim jepet vetëm në gjuhën maqedonase, duke krijuar një barierë të madhe për juristët shqiptar. Sot opozita kërkon që provimi të jepet edhe në shqip, por harrojnë ose bëjnë sikur harrojnë se për 2 dekada sa ishin në pushtet, kishin edhe ministrat e tyre të drejtësisë dhe nuk bën absolutisht asgjë që provimi i jurisprudencës të jepet edhe në shqip. Gjërat duhet thënë troç dhe qartë. Nuk ka barazi të plotë të gjuhës, pa mos u zëvendësuar në kushtetut 20% me gjuhën shqipe. Gjuha shqipe duhet të jetë në preambul dhe në nenet e kushtetutës. Vetëm ashtu shqipja do të sankcionohet si gjuhë zyrtare e barabartë në aktin më të lartë juridik. Ndryshe, do të vazhdoj edhe më tej kapitulli i mashtrimeve 22 vjeçare.